Një postim i Sara Gjordenit në storin e saj ku ajo njoftonte për shkëputjen për pak kohë nga rrjetet sociale, mjaftoi që të nisnin aludimet se mund të ketë një krizë në raportin e saj me Bardhin. Por jo, Sara ka reaguar sërish në Insta Story dhe ka thënë që ata nuk janë të ndarë, ata janë bashkë. Le ta shikojmë pak se çfarë ka shkruar Sara. Guys, nuk reflektova ndarjen në storin tim të fundit. Për mua familja jonë është gjëja më e shtrenjtë në këtë botë. Nuk do guxoja kurrë të lija aludime të tilla për vëmendje as edhe një ditë më shumë. Nuk kam nevojë as dëshirë për të tilla simpati apo për 2 minuta famboshe. Pushim nga rrjetet e lajmërova për shkak të ngarkesës së madhe të punëve të shumëfishta gjatë ditës, overthinking dhe një periudhe postpartum depresionit të lehtë, të cilin kam dëshirë ta kaloj vetëm me familjen time. Gjithçka kalon, nëse je në periudhë të tillë, jepi vetes forcë sepse s'ka asgjë që vullneti se mposhtë. Pra me këtë story Sara ka thënë se nuk janë ndarë, janë të lumtur së bashku dhe kështu ne i urojmë të jenë dhe për gjatë gjithë jetës së tyre.